Kemi ndjesin si kur nuk jemi ngop, që jemi ande uritur, që s'ka qenë shujta e mjaftueshme. Pse na vjen që ajo ndjesia? Po në bazat rregullta nuk e ki në rutinën tonë me marrë mjaftueshëm, ka shumë faktor pse e ki ndjenjen e urisë, ka shumë faktor në varet për metabolizmit, po në bazat rregullta me gjas nuk po merr mjaftueshëm protein. I duhet ma shumë trupit të në protein, nëse veç merr mjaftueshëm protein, oreksi stabilizohet. Ose nuk i oreks shtume, nuk i neps për ushqime mas vakti të fjala. Po. Kjo puna e nepsit, sidomos vajzat gratë e kanë shumica në përqindje të lartë, këtë nepsin e kanë para ose gjatë ciklit. Gjë që ta themi i tradhton pak edhe nëse dojnë me aty janë shkaktar hormone. Shëndetshëm. Po a duhet me ndëgju qatë nepsin, a duhet me injoru qatë nepsin, a duhet se tani edhe bëhet nervoz pak. Nëse veç për shembull ka plot ushqime, nuk bën me injoru, ka plot ushqime që po ajo ndodh nëse veç nuk je prap po dal çatë, nëse nuk e keni disiplinë të mirë edhe ndodh aty në se unë se kam qatë problem. Më thonë se kom pas, as nuk e kam qatë problem. Ti se ke pas atë 7 zonë. Në më thonë, Lena ka që 7 zonë, unë haksha. Po, ti aisha dhe blesh ushqime për me ome. Se pojnë ti amë muzë më aishin. Unë nuk e kom pas 7 zonë, as nuk e kom pas para ciklit asë njerë. Për shkak që e kom një utim. Po, nëse veç e ki qatë nepsat, mirë është më marrë diçka me indeks glikemik të që shosh për shanë e lojtëfare, sarrore, yndyrë, protein, frukta ose përime me indeks glikemik të për shanë kastravet, mullë gjelbër, që nuk ka aktivizojnë hala ma shumë insulinën e më rrit hala ma shumë hormoni i uris.